Përshëndetje të dashur miqtë e mi, ja ku po takohemi për të komentuar ngjarjet edhe dinamikat e radhës në shtëpinë më të famshme në Shqipëri. Do të hedh me shapkë kokës, po më prek në të gjithë trupin. Juela duke qarë, Miri tenton që me zor t'i marri kutinë e cigareve Kristit, dhe po tërheq nga bluza, vritet Juela. Sonte shtëpia Big Brotherit ka patur një dinamik të madhe të ofendimeve, të denigrimeve, të fjalëve të rënda, duke mos menduar fare që aty brenda ka kamera. Kjo shtëpi ndiqet nga moshat nga 5 deri në 95 dhe banorët nuk e kanë dert fare se çfarë flasin, si shprehen dhe sa janë në gjendje të ofendojnë, të denigrojnë njëri tjetrin edhe duke përdorur histori nga jashtë. Rigerti sonte pati një luftë të madhe me DJ Gimbon, që në fakt produksioni ka postuar një video ku DJ Gimbo po qanë në dhomën e rrëfimit dhe nuk po mundeshte dot që ta qetëson veten nga një dhimbje që në fakt Rigerti preku në shpirtin e tij. Ai përmendi Eldionin, vllaun e Gjestit, që në fakt këto banor, tani unë nuk e di sa do të respektohen rregullat nga produksioni, se gjërat nuk mbarojnë me një të falur, nga që lufta vazhdon përsëri dhe përmenden përsëri. Unë e di që këto në momentin kur bëhen pjesë e formatit të Big Brotherit nënshkruajnë një kontratë. Një kontratë që ceket që nuk duhet në asnjë mënyrë të përdorin pjesë të jashtme brenda kësaj shtëpie dhe sidomos protagonistë që në fakt banorët nuk i kanë as familje, por thjesht e kanë një mik. Tani rasti i Eldionit është një rast që është akoma i freskët. Për ne, e lëremo për familjen. Të përmendësh Eldionin, pikërisht një orë përpara se Gjesti do nxirrte këngën, ku familja sonte edhe një herë ka kthyer ato plagët në shpirt për atë djalë, është shumë e turpshme dhe është çnjerëzore. Gjithsesi, siç duket i folën Rogertit në dhomën e rrëfimit dhe Rogerti shkovi dhe i kërkoi falje DJ Gimbos në lavanderi. DJ Gimbo jemi mësuar të njohim nga Gjesti që është falës, për shembull Gjesti e mbani mend problemet më të mëdha i kishte me banorët, por përsëri ishte i kthyeshëm. Dhe DJ Gimbo tregoi shumë njerëzillik, shumë djalë i kthyeshëm, shumë djalë i mirë. Përsëri ja dha dorën Rogertit, përsëri hyn brenda në lojë dhe u qetësua sadopak. Tani po ndodh zënka e madhe. Do me thënë Miri, siç duket, e ka shumë problem afërsinë e Gimbos me Selin dhe është duke nxjerr këtë urrëtitjen tek Kristi. Por, çuditërisht, do me thënë Rogerti dëshiron që të bëhet pjesë e të gjithë ngjarjeve, dëshiron që të bëhet pjesë e të gjithë diskutimeve, dëshiron që të bëhet pjesë e të gjithë debateve që ndodhin brenda asaj shtëpie, do me thënë thjesht dëshiron që të jetë figurë, thjesht dëshiron që të bërtet, thjesht dëshiron që të flet, duke mos e ditur, do me thënë vendin, a e ka për atë pjesë apo nuk e ka fare. Dhe çuditërisht, Miri tregoi një anë të çuditshme duke goditur dhe duke e lënduar edhe Juelën. Nuk pati ndërhyrje nga produksioni, edhe pse Selin filloi duke kërcënuar që do të dëgjoj shapkën pasi që Miri fliste me Kristin, ofendoni njëri tjetrin, por Rogerti, sepse vllau i madh i ka ndarë në grupe të lidhur për duarsh, Rogerti e kishte me patjetër që të përfshihet në situatën për të qenë në qendër të vëmendjes, apo logjika e tij thot për ta kap prajmin. Miri, siç duket, e ka shumë problem afërsinë e Selinës me DJ Gimbon. Sonte Selina, e kam parë në krevat, do me thënë më të ka tërhequr vëmendjen, ka shprehur një interes të madh. Natën e mbrëmshme Miri i përgjonte nga jashtë derës se çfarë po flisnin ato të dy, se mos DJ Gimbo i hidhte ndonjë muhabet, edhe pse Miri në fakt thotë e shoh si vajzën time Selinën, por lëvizjet nuk e tregojnë vajzën, por tregojnë një ndjesi pak më shumë, ndërsa DJ Gimbo është shumë spontan,
është shumë i sinqert dhe bisedonte me Selinën mbrëmjen e kaluar pikërisht për Rogertin, do me thënë flisnin të dy së bashku. Ndërsa sonte Selina e kapi përfaqesh në këtë formë DJ Gimbon dhe i tha që po më dhuron shumë pozitivitet, më dhuron shumë energji të mirë. Ndoshta ishte ky momenti që Miri u ndjej ofenduar sepse në krevat Selina ja kishte kthyer shpinën dhe ishte kthyer nga DJ Gimbo, ndërsa Miri ishte në tokë edhe ndoshta e ndjente veten të poshtëruar, ndoshta po ikën Selina nga loja dhe në fakt Selina i ka ikur më nga loja. Miri ka mbetur shumë i vetëm sepse unë kam thënë cili është gabimi i Mirit. Miri nuk luajti për të treguar veten e tij dhe lojen e tij. Miri luajti si fillim për të marrë vëmendjen e Selinës, sepse mendonte në qoftë se ai do të merr vëmendjen e Selinës dhe do të merr fokusin e Selinës, ai do të arrinte qëllimin e tij. Dhe sot, do me thënë, është me këtë nervozën se zënga me Kristin sonte ishte një zënkë kot. Një zënkë që Miri dëshironte me patjetër ta nxjerrën këtë mlefin edhe këtë inatin. Do me thënë, si banor më të acaruar dhe më të rrezikshëm në aspektin e nervozizmit brenda shtëpisë së Big Brotherit në këtë pikë të lojës, e shoh Rogertin edhe Mirin. Do me thënë, acari i Mirit, mënyra se si Miri nisën, kërcënon, është pak e frikshme, por e pash që sonte ishte indikuar, ndërsa Rogerti, nga që e pash me detaje problemin, mu duk si një banor që vetëm dëshiron të merr pjesë në të gjitha debatet, nuk është për të, ai dëshiron që të jetë prezent, dëshiron që ta hedhë në muhabet, dëshiron që ta thot në fjalë, dëshiron që të gjua në kunq, edhe do me thënë aty nisën edhe drama e madhe ku pastaj Rogerti nuk ka argumente, nuk ka debat, por ka ofendime, gjë të cilën e ka dhe Miri, që të dy ofendoni njëri tjetrin, gjë që në fakt mua mu duk e neveritshme për ta parë edhe për ta duar trokitur. Tani, një zar fizi erdhi në shtëpi për Rogertin. Mendoj që banorët duhet të tunden pak, edhe pse opinionistët i kanë tundur më me se zbën, por siç duket nuk marrin vesh. Unë uroj që produksioni të ndërhyjnë në raste të këtilla, sepse unë nuk besoj tek më fal i Rogertit, nga që Rogerti këtë gjëra i ka bërë edhe me Selin, kërcënimet e Selinës ta hedh me shapkë kokës, për shembull mbajmë mend në Big Brother VIP Albania 2, Eva për një fjalë që i tha Luizit ta hedh me shapkë kokës, doli nga shtëpia me zarf të zi, dhe Selin do me thënë e kërcënoi në një fakt Rogertin, por do të shohim se si do të komentohen këto ngjarje. Do me thënë, unë dua që t'jem transparent dhe koherent me të gjithë banorët, do shohim se si do të fliten këto ngjarje, edhe pse mua nuk më duken njerëzore, më duken shumë personale, më duken një lojë me shumë urrëtie, edhe me shumë inat. Le të themi që këtë vit banorët vërtet po hanë njëri tjetrin.